Armando Broja. Shohim si do jetë gjendja e Brojës, se Broja ka jo më shumë se 30-40 minuta në këmbë në gjithë 2026-ën. Sa ka po ka luajtur 2 ndeshje para. Shohim si do të jetë gjendja e tij fizike, sepse kemi bërë përsërime një goditje këndi për skuadrën polake. Fatmirësi ato nuk e tash do bëjnë me një gol ato aty, se pastaj nuk quhet. Po pret Strakosha. Edhe ky moment prapë Strakosha treguai pa sigurt. Pra, mund të themi që kanë nisur gabimet për Shikoj, interesante është kjo. Sasha mundur për të komentuar edhe zëvendësimet. Për cilën arsye, largimi i Bajramit dhe Hoxhës, 2 lojtarë që janë në repartin ofensiv dhe vendoset Broja që pra një zëvendësim kok jep biles më shumë fort sulmit, por largohet Hoxha për Pilo. Pilo është mbrojtës i kraut majt, mund të avancoj, por ti largohet një sulmues krau për një mbrojtës krau. Një spostim taktik që le të kuptohet që Shqipëria do ta mbyllë në barazim, kërkon si vijot ta çënë shtesë. Me situatën që vjen tani sfida kur ti luan 21 minuta nga fundi plus shtesën, është e pamundur të vendosh që Shqipëria mund të hyjë në aventurë për të sulmuar tani. Tani do duhet kontrasulm. Pikërisht, patjetër. Mund të hyjë në aventurë për të sulmuar vetëm nëse polakët shënojnë. Patjetër. Atëherë i detyruar që ti Se i humbur. Po momentin si vjen do ta çojë në shtesë. Dhe Baku të marrë parashikimin e saj. Edhe unë në shtesë kam thënë që shkon ndeshja. Jo, po, në këto kushte nuk e. Unë nuk e di pse shpresova që do të mbyllej në 90 minuta dhe shtesa e pjesës së dytë që ishte po prapa. Shpresoj ti. Se fakta çketi. Edhe unë vazhdoj të shpresoj që mos vazhdoj me shtesë. Ka shënuar ndërkohë edhe Suedia golin e tretë. Okej, pra me penalti Gjokeresh ka shënuar triplet. Pra janë 2 ndeshje të mbyllura. Kushdo që Kosova ne le të shpresojmë për një ndryshim të situatës, megjithatë do të kemi Kosovë-Turqi. Ka dil Vogri, super sfidë. Ndeshje sold out e gjitha. Edhe turqit janë në super formë. Po sot 1-0 fituan. Po, me Rumaninë, me një rival po themi që një ekip shumë i fortë. Patjetër. Po dhe turqit kanë elementë lindur e rritur të gjithë jashtë të Kenan Yildiz edhe Arda Güler që vetëm këto 2 përmendesh pa u futur parë. Nuk do jemi favorit, do luajë Kosova. Jo, se të thatë herë që unë ndjeka mbrapa Gjerman. Është Yildiz, nuk diskutohet, është emblema e Juventusit apo Arda Güler i Real Madrid, për dhe një Ozan Kan që luan në Gjermani, është vetëm 20 vjeç. Është një super lojtar, pra gjithmonë kur luan ndeshjet me skuadrën e tij, gjithmonë ka nota mjaft të larta. Pa llogaritur edhe të tjerët, Çelik që nuk i luajti sot, që luan me Romën, është një lojtar vërtet shumë i mirë dhe Turqia ka super ekip. Ka, Turqia ka ekip shumë të vështirë Kosova. Nuk do të jetë kaq e lehtë sa sot në Turqi apo në Kosovë. Në Kosovë Fadil Vogri është sold out, është shitur qartë. Po unë dua të përqendrohem pak tani tek Shqipëria, se po ndiqemi shumë dhe aty është. Ne po flasim shumë se është vëmendja, po e vërtet. Un kam një panel shumë cilësor sot që e shoqërojmë edhe me historik, edhe me kronologji, edhe me detaje, jo më kot po ndiqemi. Por problemi është që minutat kalojnë dhe do ta çojnë drejt shtesës, besoj. Por minuta e 70. 72 do shumë i bukur. Po gjuje përkthehet në gol, le të përkthehet në gol. Jo, shans kishte. Do të humbush atë rast është Pilo. Isa po vyrë. Pilo Brojsi që avancon. Gjuajti si sulmues. Po që se bëri do të sulmues. Se bëri tamam siç duhet. Jo një diagonale rrafsh në tokën, po që ishte moment shumë i mirë ky. Ndoshta jo si Bajrami që ishte pozicion ballor, po ishte deri ku vetëm aty me Bajrami. Gjuajti në port 2-2, nuk është se jemi të barabartë. Po 2 goditjet tona në port kanë qenë. Ato ishin gola të sigurt, po themi nëse do të kishim fiks të lojtarin që dërgon topin në rrjet, pra është. Të dyja në momente kritike të ndeshjes, do shkonim në 0-2 dhe tani do me 1-2 tani, 20 minuta nga fundi, polakët ishin shumë në presion. Kështu që ishte një gol me verë. Ato janë pak më mirë ndoshta psikologjikisht, po janë edhe në presion se e kanë shumë problem nëse do të pësojnë pastaj. Sepse për ta shtojnë mundësi po nuk po shohim që mund të jenë më mirë psikologjikisht. Polonia, sepse po krijon hapësira. Kam pak më tepër siguri. Po krijon hapësira, ka siguri, po krijon hapësira për tu goditur. Jo, por ka shumë golit edhe krijon hapësira pra, sepse ajo në minutën e 75 marrësh guximin të sulmosh me 3-4 lojtarë dhe dali ai që ti nuk e kishe menduar kur, pra ti mbrojti Pilo vetëm me portierin, tregon që skuadra jonë ka forca dhe ajo që kishin frikë, deri tani ajo
ndrojtja psikologjike sikur nuk po ekziston. Pra po luajmë thjesht barabartë. Gol. Goli Polonis. Goli Polonis, gjuajtë nga 25 metra. Zielinski është një lojtar më në formë dhe në Serie A, lojtari i Interit. Po dhe mbas Lewandowski ishte emri më i rrezikshëm tek polakët, shkruan një super gol. Dy lojtarët më të mirë Polonisë të dy shënuan. Turë kishte asnjë faj, sepse është goditje potente, është dhe komponenti i fatit dhe merita e Zielinskit, padyshim, por që ky është një gol që mund ta presësh në çdo moment sepse kualitetet e Polonisë to janë. Pra në diferencë të ngushtë minuta shkon avantazh Polonia, lajm shumë i keq për Megjithatë, por gjithsesi vazhdojnë. Tani duhet të hidhen të gjithë, domethënë se po humbin 3-4 gola pastaj nuk ka ndryshim, paktën provokë. Tani i rikthehemi çështjes Muçi, në rast se Muçi nuk aktivizohet, Muçi dhe gjithë Arsenali sulmues që kanë në dispozicion Silvinho tani në këto 15 minuta, atëherë kjo është një çështje që vlen për diskutuar arsye se pse nuk aktivizohen lojtar ofensiv kur ti je duke u mundur, duke u eliminuar. Tani nuk ke çfarë u mbasim më. 15 minuta duhet Muçi loj, duhet Mehmeti loj. Që janë lojtarë që janë në formë shumë të mirë. Pritja nuk vlen më, nuk ke çfarë presim. Ti japin një temp tjetër lojës, ndeshjes, megjithatë. Duhet të ndryshuar diçka, thjesht. Duhet parë taktikat e Silvinhos tani se ose nuk mendoj që ka shumë taktikë zotëri se këtu 15 minuta kanë ngel. Problemi është ky që po aty duhet me minutin të fundit. Po, kështu që ne duhet patjetër. Kanë ndodhur 2-3 gola, kështu që s'është. Megjithatë nuk është rasti që të Qartë. Jo, se po diskutojmë me Artionin, janë dhe 15 minuta, tek e fundit ka bërë diferencën edhe 1 minutë vetëm, në futboll. Po, janë 15, janë 20, dhe 5 shtesë që do të jetë. Për ndrimet, për gjitha gjërat. Tani, tashmë për trajnerin varet se si do gjykojë ai, po ta vazhdojnë nesh me këta lojtarë deri në fund, më duket pak absurde. Uroj që të fusi të rrezikojë se s'ka çfarë humbet. Si 2-1, si 3-1, nuk e di. Në qartë. Nuk e di sa tipare sulmuese kemi tashti, sepse nuk i kemi aq shumë tipare sulmuese. Ta duhet aktivizojnë sepse ti hoje i sulmuesu dhe i mbrojtës. Po, dhe ndërkohë psove. Dhe psove. Është minuta. Do të thotë që ne kemi shumë. Dhe mund ta psosh prap. Sepse tash po shkohet drejt 75 ngushtohet minuta. U hap loja. Se tani fillojnë gabimet, po se merr dhe motivim skuadra tjetër, skuadra kundërshtare. Po prandaj janë ndrimet apo jo që të futet një temp tjetër. Dhe trajneri Silvinho nuk duket se kanë plan paktën për të bërë ndrime nga festa shore. Se është aq strikt, se nuk është se kuptoj shumë, me thënë drejtën, nga sporti, prandaj kam gjithë të fuqi këtu në studio për të më korrigjuar. Pse është lakuar shpesh që i qëndron fiks Silvinho formacionit, lëvizjeve të veta, ka tek e fundit mund të bëjë dhe surpriza apo jo, mund të paktën deri tash ka treguar që vetëm surpriza s'ka bërë. Pra e ka filluar ndeshjen me një mënyrë loje, e ka vazhduar deri në fund ka shkuar me dhe mënyrë loje. Është nga ato trajnerë shumë statik, por që ekipi i bindet mjaft mirë dhe kjo mënyrë loje ka dhënë rezultat. Nuk është të ndrosh gjithmonë, të kërkosh gjëra, të shpikësh gjëra të reja. Për shembull, se po kaloj një rast, ne kemi Guardiolën që luan 2 ndeshje me një formacion, 2 ndeshje me një skemë. I e lu me 3 mbrojtëse, i e me 5, i e me 2, i e nxjerr 6 për para. Nuk e lexon dot trajner. Nuk e lexon dot Guardiolën si trajner, po tash kanë filluar tjerët e kanë gjetur mënyrën e lojës City dhe e mundin. Ku i ka gjetur këtë lloj mënyre loje dhe shumë fanatik në bindjet e veta. Ka patur në favor rezultatet patjetër. Po mos ketë rezultatet, ai do ishte prapë shumë i shigjetuar. Trevisa sot në Sport News trajtoi me panelistët në emision faktin e aktivizimit apo jo të Muçit. Rase japin të drejtë që Muçi nuk luajti nga minuta e parë, okej, se nuk kërkonte të bënte atë ndryshimin e madh duke ditur nga fushata kualifikuese të botrorit. Por tani, çdo minutë që kalon është në kundërshtim me faktin nëse Silvinho nuk ka një arsye legjitime, po shprehemi kështu, që mos aktivizojë lojtarin më në formë të momentit nga lojtarët shqiptar. Po, dhe aty është vëmendja tani. Megjithatë, teksa ne ndjekim me Mili ka plotësisht drejtë, qofse ne diskutuam që nëse në fillim ai ka vendosur një mënyrë loje dhe Muçi nuk i bindet dot, ose Muçi nuk e bind Silvinho se mund të luajë në këtë mënyrë, tashmë nuk ka më çfarë të presi.
Lojtari më në formë të Shqipërisë duhet ta futi patjetër në formacion, të shpresojë në gjuajtje, në driblim, në pas. Nuk ke çfarë i kërkon edhe lojtarit momentin që luan 5 minuta, se po ta fusim minutë 85, ai çfarë do të bëj Muçi ty? Mund të bëj gol patjetër, po tani moment. Megjithatë, unë duhet të kthehem pak në kohë, në këtë çast ndoshta për të dhënë edhe pak më tepër motivim në ndeshjet në përballje që ka patur